Jo, s'besoj që më. Ashtu se mentalitetet janë ndryshe, punat, sistemi që shina mësuna atje është shumë është ma për. Për shembull është vetëm respekti i punës e para. Këto respekti i punës është te dikon, por nuk është edhe ç'do të më kanë. Strikt më kanë ndaj punës. Këtu pak si ma vedin ja bojna sot, ja s'po bojna sot, e bojna hajt e bojna nesër. Janë shumë edhe dosane tjera, është shembull shëndetësia, punët të shëndetësisë, punët të shkollimeve. Shefrat, po në jam shef e para pikë vet. A veç e fjalë? Po. Ne utilizoja a jashtë këtu, se utilizoja të kemi shumë. Jetoj jashtë. Jashtë. Po normal, ja, se dyshosh ta shohësh dhe ka një shprehje pak më ndryshe për të mirë po them. Po, Ti më rani këtu shumë. Cilë vjen jetë vëlla jashtë? Unë në Gjermani edhe. Sa vite? Që gotë 30 vjetë, atë veç s'kum le atje. Veç s'ke le. Po. 30 ko, da mi ka 30 vite. Nuk është shumë lehtë me në vend tuj. Sa ke pas vështirë me kuadru në atë vendin, ku ke dalë si fëmijë pas ke dalë. Po, është pak vështirë, po i ka të vështirësitë e veta në vend, huj, gjithmonë je i huj, domethënë nuk je i shtetit tyne, kështu që ata pak ma ndrysh është, s'është sikur këtu shembull këtë ku janë të vendit këtujt, është pak ma si në shkollim, si gjithkund ata na shohin gjithmonë si të jashtë, si domethënë gjermanë ata na pak ma ndrysh është shumë e vërtetë. Që sheni për të 30 vite me një vend ku qyshta ku je, domethënë ai një si ku i tha dhe vetë, a keni vetin që nuk kam shpirt ku jetoj, a keni vetin si ma ndryshe? Jo është pak, po shumë ma ndryshe është. Po, shumë ma ndryshe. A jeni me familja atje? Po me familja. Sot, a më do na herë ty për gjithmonë vendin? Është shumë për mu, për prind është shumë ma lehtë se sa për mu, se prind janë edhe në gjysën e jetës këtu, gjysën e jetës atje, a unë shumë edhe se jena rrit tashmo atje, e një me mentalitetet, kështu që është pak ma ndrysh. A i ka pas shqirë për gjithmonë, do shami prish të konsultacion, këtë me jetu në besoj? Jo, s'besoj që më. Ashtu se mentalitetet janë ndryshe, punat, sistemi që shina mësuna atje është shumë është ma problem. Bëqenë po ka zë shumë realistë, shumë i sa të ktheo me steje, ku të ka të trevan... Po, unë e thamë qështu qështu është. Çfarë mentaliteti kemi no? Me popullin ku jeton ti atje? Ndryshe për shembull është vetëm respekti i punës e para. Këto respekti i punës është te dikon, por nuk është edhe ç'do të më kanë. Për shembull, mu këtu herët me punua, vetëm pak ma strikt më kanë ndaj punës. Këtu pak si, ma vedin, ja bojna sot, ja s'po bojna sot, e bojna hajt e bojna nesër. Aty në shtetet Europës nuk funksionon kjo. Aty qatë do të edhe mja kryo, janë pak ma ndrysh. Shqiptarët, për gjithë Kosovës, atje ma shumë respektojnë punë. Albandit tonë që ta njërës që kanë shumë, pak ma ana shelojnë këtu. Qysh po me... Punën, dhe më thënë, e respektojnë ma shumë, atje ju ku jeni. Po. Albandin tonë, se respektojnë. Po. Po shfaj tash? Foj është... Ajet është shembull edhe sikur tash për shkak të Bordogit, për shembull, këta ku po vinë këtu, ta Bordogin e gjujnë këtu. Atje i gjujnë këtë na për veturina këtu shembull, apo dhe çështu është pak ndrysh. Edhe njerëzit janë çështu. Se zere ashtu bie që këtë njerëzit ku janë çështu tani edhe ata adoptojnë çat vend. Domethënë ku janë këtë njerëzit çështu, ku janë nisin shumë do njerëz më kon në atë mentalitetin që me respektu punën, me respektu shumë senet, tana fillon. Po kjo nuk shkon sot për ne, se kjo i vjen një periudhë gjatë. Po çfarë kishte pas vështirë më këtë Kosovë, e? Qashtu kishte pas shumë vështirë. Janë shumë edhe dosane tjera, është shembull shëndetësia, edhe punët të shëndetësisë, punët të shkollimeve, për shembull unë edhe ma vonë për fëmijë, sa është shumë ma problem. Këtu. Ti e thari e bërë një krahasim me vendin ku je atje, edhe me këtu, do të ndryshimet që kemi, koqat më dhaja kemi. Po. Mirë, po unë e di që shumica e punëtorëve që punojnë atje mënon strikt me qenë me gjithçka, si me punë, si me rat punë, si gjithçka. Përveç kësaj, desha me të pyet shefat, ai ki shumë, do të thotë, uja po shqiptar, që më duhesh me qenë strikt me punën çeve. Ku punon atje? Ku punon atje kam shumë qashtu, më shumë me gjerman që kështu që punon. Po kam punë edhe me gjerman, po kam edhe punë që janë njerëzit kështu pak ma të jashtit. Domethënë jo vetë shqiptar, po edhe
shteteve tjera. Ka ju mas mirë me Gjerman, shefat apo shqiptar ka të drejtë. Shefat, po unë jam shef e para pikë vet. A vetë që janë? Po. Jo, ku më ditë so shef final kështu si jam, po unë jam ushqimur teknologjik, do më punoj si inxhinier atje. Kështu tana kam ajden bash jolt si jam, po edhe bash ma i modhe shef nuk jam. Po, i mesi kështu po. Kështu punëtor qashtu. Tash s'po du m'ja lidh fart natë. Ose na zëm po. Se tash komentuesit këtë shef apo bëhen? Po, sukur këtu që shtuin këtë menaxhera. S'ka, edhe atje këtë menaxhera s'ka, do të më konë edhe normal që janë edhe sa. Kështu po. Letë më bësh shef vani ku jeti. Ose menaxher. Edhe këtu, që më shtoj ty ty. Jo, nuk është kaq kallaj, do të më kallëzu mas pore vetin, edhe për shembull sukur këtu, edhe besoj edhe këtu që është që ta krysh fakultetin me njerëz sun bon shef, do të ata kontrollojnë këqyrin sa aftësi ti ki, qysh më sillesh me punëtore, sa në do të më kallëzu pak vetin, për ndryshe s'ki mundësi. A do në veni ku jeti më shumë vlerësoni punëtorë se venin tonë, edhe punën që e bën është ma lehtë mu ngrit në detyrë, si ti për shembull shef që. Po unë besoj që gjithmonë është parafërsisht njësoj, po veç një problem është që ata për shkak që nuk je Gjerman e kanë atë farë, gjithmonë tana atë farë. Edhe s'po di që me kallëzu, po ata që ma përpara morën një Gjerman si shef se sa një tujin. Atë ka drejtu me herë më një ketë si Aslander për shembull. Shumë herë, e kuptoj. Si në fakultet e shumë puna, gjithmonë është e. Gjithmonë, edhe gjë normal është se shteti ujë, unë do të mu adoptu, do të mu konë dy fish ma i mirë se ata që janë të ati venit, gjithmonë që është. Sa të ka vëmë një keq kjo? Shumë, gjithmonë më ka një keq, po do të tana, si gjithë vend, do të bryllat pak ma të forta mi bo. I dërë për mesaj për shtetë diasporën, këtë njërës që jonë atje, që kështë thonë? Edhe për ata që dëshirojnë me shku atje me punu, që kështë thonë? Unë veç kështë në thonë, ketëve, veç kryesore, veç ajden respekti ndaj punës është gjithmonë ma i madhe. Gjithmonë të më thonë punoni, fitoni, mos e hopni asë një minutë. Qëta? Gjithmonë me thonë zërë maksimumin për çdo send jetës, mos me thonë fajt as politikës, mos me thonë fajt çdo kuj, po si cilën sen e ki në vetë në dorë në vetë. Me thonë shka do qoftë, shka do me arrit ketë janë të mundshme, veç du të me thonë zërë. Që shumë një intervjist, më boj qeve gjitha, të uroj pushime sa më të këndshme, që dorën.